sepse dikush ka humbur jetën dhe ai që ka shkaktuar to do të më morë dënimin e merituar. Si mjek ligjor, domethënë që kjo ta mundson ty me ditë me njëherë. E shën një njeri tu Pikërisht nga mënyra e shkaktimit plagëve ne jemi në gjendje me ditë a kemi të bëjmë me një vrasje nga zemrimi apo me një vrasje të planifikuar. A ka për shembull a ka shumë raste të na me vrasje nga zemrimi që shkaktohen? Ka raste. A janë shpesh në qeft që ndodhen? Ka dhe raste në qeft, ka dhe raste në shoqëri. Se nuk do të thotë vrasje nga zemrimi vetëm në qeft, ka dhe brenda familjes, ka dhe në shoqëni, ka raste. E ç'a ndodh për shembull me personat që e kanë kryer krimin, nëse një vrasje është bërë pi zemrimet. Unë jam të nejtë me ty që e bo shumë nervoz, çona im shoj thi, mas ne i bi pishman. A ekziston një lehtësim për këta mas ne, edhe nëse nuk është pusha jotja kështu në veç në aspektin mjekësor? Kjo më shumë i përket organeve të drejtësisë, sigurisht që dënimi është i ngjashëm si për vrasjet e tjera. Domethënë, sepse dikush ka humbur jetën dhe ai që ka shkaktuar to do të më morë dënimin e merituar.